Haleluja. Shalom, shalom, kudo që po më ndjek, Olger Spahi nga Zeri Mesiasa, kjo shërbesa tonë që kemi dhe para se të filloj mesazhin në këtë rast, fjala që desha të ndaja sot, le të shkojmë në adhurimin e vlla Shpendizenki që unë t'inkurajoj shko abonon kanalin e tija dhe ja një moment tani mund ta shfaqim kanalin e tija ja ku është vllai në këtë rast po do marrim në adhurim këngën e tij, 61 që sapo kishte bërë. Po, kjo është lavdi e të tij. Dëgjo ritmën time, o El Shaddai, vëri veshin lutje sime, nga ska i tokës do të thëras, kur zemra ime ligështohet, më qote shkëmbi që është më i lartë se unë, sepse ti ke qenë stre për mua, dhe kull e fort kunder armiku, do të banoj në tabernakullin tënë për jetë, do të gjej strenën hien e krave të tu selam. Sepse ti, o El Shaddai, i ke dëgjuar zotimet e mia, ti më ke dhënë trashkimin, e atyre që kanë frikë ka emri yt. Ti do t'ja zgjatësh jetën mbretin, dhe vitet e ti si shumë breza, ai do të banoj për para El Shaddai për jetë, o përgatit mëshirë dhe të vërtet që ta ruajnë atë. Kështu do t'i këndoj lavde El Shaddai për jetë, që të përmbush për ditë zotimet e mia. Kohët e saktuara tënde. Dëgjo ritmën time, o El Shaddai, vëri veshin lutje sime, nga ska i tokës do të thëras, kur zemra ime ligështohet, më qote shkëmbi që është më i lartë se unë, sepse ti ke qenë stre për mua, dhe kull e fort kunder armiku, do të banoj në tabernakullin tënë për jetë, do të gjej strenën hien e krave të tu selam. Sepse ti, o El Shaddai, i ke dëgjuar zotimet e mia, ti më ke dhënë trashkimin, e atyre që kanë frikë ka emri yt. Ti do t'ja zgjatësh jetën mbretin, dhe
vitet e ti si shumë breza. Ai do të banoj përpara El Shaddai për jetë. O përgatit mëshirë dhe të vërtet që ta ruajnë atë. Kështu do t'i këndoj lavde El Shaddai për jetë, që të përmbush për ditë zotimet e mia. Po flet për lajmin e mirë të mbretërisë, ve Davidi. Po flet që do ringjallem dhe do hy brenda në qytetin tënd, në tabernakullin për jetë të banoj atje. Ndoshta disa e kuptuan, por unë lutem Atit që ti të kesh në zotërim, në zemrën tënde, kudo që po e dëgjon, të kesh në zotërim mënyrën për të hyrë atje, sepse në Zbulesa 22 e thotë për si mund të hyjmë në atë tabernakullin, në malin e shenjtë, në qytetin e ri, Jeruzalem e ri që po zbret nga qielli i tretë, duke ruajtur urdhërimet e tija, atë ligjit të përsosur, dhe duke ecur në këtë rast në besim tek Ati dhe Birit tija, për të qenë pjesë e asaj banesë së përjetshme që po vjen. Lavdi emri tënd o Ati. Haleluja. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë o Ati. Okej, do vazhdojmë. Do vazhdojmë për lavdit të tija, për të shpërndarë lajmin e mirë të mbretërisë për të gjithë ju që do keni mundësi ta ndiqni, unë kurajoj, pozicionohu me zemrën tënde, pozicionohu në fjalën, mos u shpërqendro, sepse ka shumë shpërqendrime sot, sidomos tani që po fillon dhe behari, normal që janë tradita, janë zakone, janë kënaqësi që tërheqin, janë punët të shumta që nuk duhet të shpërqendrojnë. Si tha vetë Mesia, le ta shikojmë atë vargun shumë i fuqishëm. Si i tha Miriam, ja një moment. Ishin dy motra, apo jo, ishin dy motra që në të rast kishin një gjendje zemre në atë moment që përcaktonte masandaj vetë Mesia kur hyri në shtëpinë e tyre. Okej. Ja ta shikojmë pak. Dhe masandaj do vazhdojmë në Luka 10, ja të hedhim dhe vargun në ekran që ti ta shikosh për lavdit të tija. Okej. Luka 10, unë kam prekur, kam bërë dhe mësimin më përpara për të adresuar çështjet e zemrës tonë dhe më përpara me shumë persona, ndoshta ti po e dëgjon në këtë moment, ishe pjesë më përpara në atë dëgjim të atij mësimi, disa muaj, ndoshta një vit më përpara, por le ta shikojmë. Që në vargu ndoshta 39 apo 38, po ja 38, për të marrë mësandaj kontekstin e duhur, dhe të inkurajoj, shpërndaje me miqësinë tënde, sepse janë disa gjëra që po fliten në Shqipëri, në të rast që nuk janë folur në ato 2000 vjet e fundit, nuk kemi pjesë me në të rast me gjërat e pjeshme apo me denominacionet e njeriu, gjërat të tilla. Kjo shërbes praktikon udhët e Atit Jahwe, urdhrimet e tija të atij ligjit, duke besuar tek Mesia, dhe janë disa aspekte që kemi folur dhe për siç bëmë mësimin të inkurajoj, mësimin e fundit të veprave 15, që ishte nevojshme për të dhënë përgjigje, sepse personat kërkojnë, na duhet një përgjigje, tha, okej, nuk e di kujt të dushe një përgjigje, por personi ishte vetë që po të citonte, po komentonte në të rast, por tha që na duhen disa përgjigje dhe përgjigjet japin lavdi emrit të Atit Jahwe dhe ka dhënë përgjigjet në Bibël,
për çdo mirësi të tia, për na dhënë atë ndriçimin e syve tonë, që të dimë cila është shpresa e thirrjes tonë, që thirrja jonë ka të bëjë parimisht në këtë rast në kontekstin e prioritetit, vetëm me një aspekt të vetëm që ne të shërbejmë atij në ato urdhrimet të atij ligjit, të shërbejmë atit, të lidhemi ngushtë me të, dhe asnjë gjë tjetër nuk ka prioritet dhe nuk do të ketë prioritet në jetën tënde. Por kjo na takon ne, na takon gjendjes së zemrës, na takon gjendjes së masës së besimit që ti ke, dhe vllai të inkurajon të rritësh besimin tek Mesia Jeshua, duke mos andaj ecur në udhët e atit Jahwe siç ai eci, dhe do kalojmë menjëherë mos andaj në Luka 10, vargje 38 deri në 42, por do më falësh një moment, para se të kalojmë atje, më lejo të t'inkurajoj për të qenë pjesë në këtë rast e mirësisë së atit. Ti mund të bashkohesh me ne në Tiranë në datën 7 qershor, në orën 11, kemi një vend për lavditë të atit, që në këtë rast ati na ndihmon në Kashar, në Tiranë, është një nga kohët e caktuara të tij. Mund të takohesh me vllajën, mund të bisedojmë, kam në zemër për të bërë një takim gjithashtu, jo vetëm aty, por për çdo aspekt të mirë që ati mund na nderojë, në këtë rast për trokitur zemrat tona, për të na zgjuar në këtë rizgjim dhe fuqizim që vendi tonë ka nevojë prej 2000 vjetësh, që në brigjet në këtë rast e lirisë, që apostulli Shauli, njohur Pali nga Perëndimi, ai zbriti në brigjet tona të lirisë dhe përtej lartë më tepër në veri, dhe solli lajmin e mirë të mbretërisë, si thot në Romakëve 15-19, që nga Jeruzalemi deri në Iliri predikova lajmin e mirë të mbretërisë. Por ati ditë ç'ndodhi me dishepujt mbasi ai kishte mësuar dhe kishte trajnuar, dhe pavarësisht në çfarë ka ndodhur, çfarë mund të bëjmë neve, sepse ato evidenca të një lajmi të mirë të mbretërisë zëplotë, dhe duke ecur në ato urdhërimet e atij ligji që apostulli dhe Mesia eci për të qenë panjolla, nuk e kemi parë në këto 2000 vjet e fundit. Dhe shumë njerëz besojnë që Shqipëria është e krishterë. Krishti vjen këtë fjala si fjale vjen nga greqishtja për të thënë Mesia. Shqipëria nuk është e krishterë, Shqipëria është katolike ortodokse, dhe më thuaj një shërbes në Shqipëri që mbahen festat biblike që Mesia Jeshua praktikoi për 31 vjet së bashku me apostujt që donin të nderonin atin për të qenë panjolla, siç thot Psalmi 119. Cila është shenja e beslidhjes që ati na ka vendosur dhe që secili prej nesh duhet të mirë pajiset? E sabati, cilat janë festat e tija biblike, prapë i gjen mbas Levitiku 23, që shpreh festat e mia janë këto për 6 herë, dhe kalon mos andaj mbas sabatit është Pashka e vërtetë, Eksodi 12, dhe festa e bukës pa ma javë vazhdon një javë mbas Pashkës, dhe ke dhe 6 festat e tjera që Mesia praktikoi dhe na la shembull për ta nderuar atin në kohët e caktuara të tij, ku kemi këtu në Tiranë një nga kohët e caktuara të tij, që është festa e Pentakostit sipas kalendarit biblik dhe jo sipas Papa Gregorit të 13 që bota ka, dhe që në miqësinë tënde është pjesë që bazohet drejtuesi tënd që nuk duhet jetë, prandaj vllai vajton për gjëra të tilla, prandaj dal live në Facebook apo në YouTube kur ndoshta ti po e dëgjon tani, sepse këto gjëra nuk janë mësuar. Drejtuesi i mesëm sot nuk di çfarë është mëkati nga ana biblike, që është shkelja e ligjit, para Gjoni 3:4, citovi Levitikun 4:2, numrat 15. Vetë apostulli Gjon që ishte i mirë pajisur për të ditur betejën më të madhe që secili prej nesh dhe ata kishin kundra mëkatit, që është shkelja e ligjit, veprat e mishit që janë shkeljat e ligjit. Dhe mbas një person
ndalon së shkelur ligjin në të mirën e tij të mundshme kur I predikohet çfarë është mëkati, sepse ligji nxjerr pa mëkatin, Romakëve 3:20, Romakëve 7:7, dhe masandaj person vendos në zemrën e tij nëse ka një zemër për të shpëtuar, që është prioriteti në jetën e tij, dhe ai person masandaj vendos të pagëzohet në ujë për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë, kur ai ka vendosur të ndalojë së shkelur ligjin, të besoj tek Mesia Jeshua, dhe kështu ai hyn në beslidhje që jepet dhurata e frymës së shenjtë. Efesianët 1:4 thonë, jemi vullosemi me frymën e shenjtë të premtimit, që pastaj çfarë? Të ecim të veçuar, të shenjtë, të ecim në drejtësi, thot Pietri në letra e parë e tij. Inkurajoj, bashkoju, mos qëndro larg. Vëllai ka folur shumë gjërat, jam afruar personalisht. Hajde dhe masandaj I bisedojmë me gjëra. I hedhim tutje çdo mëkat, çdo mosfalje, çdo manipulim që Satani bën për na përçarë neve, sepse ky është qëllimi kryesor dhe po ta kuptosh, fjala Babiloni do thot konfuzion. Kjo Babiloni kur ne jemi, kjo botë është thjesht për na futur në konfuzion dhe përçarë me njëri tjetrin, sepse potencialisht janë me mira, me qindra mira, vegla të çmuara në Shqipëri, por janë të fjetur nga katolicizmi ortodoks I Ishtar, I Lilith. Lilith që masandaj do ta flasim së shpejti, që ecën në rrugët e Francës çdo vit. Çdo ditë dhe një herë në vit masandaj del me akrepin e saj, që shumë prej jush dhe janë zaptuar gjatë fjetjes, kur paralizohesh, është Ishtar, është Lilith, është Babilona e madhe, Zbulesa 17-18, të dyja kapitujt. Bashkoju për rizimin tënd dhe fuqizimin për të hyrë në beslidhje, me anë të ndalimit së shkeljes së ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua, dhe merr dhuratën e frymës së shenjtë në atë ditë, liçeni I Tiranës aty është. Ndoshta në një ditë tjetër. Dhe është rinovimi I beslidhjes në ditën e Shavuotit e Pentakostit, kur u dha beslidhja popullit të tij dhe u rinovua edhe një herë për kombet në vepra 2, dhe u dha fuqia e frymës së shenjtë, lavdi emrit të tij, që ti ke potencialin, mirësinë, hirin, dashurinë e Atit për ta marrë, jo gjërat manipuluese që kanë ndodhur në Shqipëri, dhe normal që vllai do goditet dhe do urret, sepse ata që ecin me devotshmëri, me ndershmëri, lavdi emrit të Atit Jahwe ndaj Mesias, atëherë do përndiqen, nuk do pranohen profeti në vendin e tij. Për zyrën e profetit që më ka vendosur, nuk është problem për ta vënë një emër, një titull aty në Facebook, apo siç I vën sot njerëzit. Ati e di për çfarë më ka thirrur. E ka shfaqur me ëndra që më çovin në qiellin e tretë, ka folur me persona të tjera për të thënë zyrën, dhe ja kërkova unë personalisht, kur I thash që në kohë më përpara, nëse kjo fjalë që po dëgjoj është e vërtetë, konfirmohet me një burrë dhe me një grua, dhe konfirmovi as pa thënë atyre personave. Dhe konfirmovi masën kur më çovi para 3 vjetësh në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, që ecja me pllakën qellore, me pllakat e shkruara me gishtin e Atit në gjoksin tim që I mbaja. Dhe shikoja masandaj këtë ambient që ishte argjent, I mrekullueshëm, lavdia shkëlqente në atë vend. Prania e frymës së shenjtë kur më tërhoqi në vegimin e natës në ëndër, për ato sekonda që nuk harrohen në jetë. Dhe shikoja masandaj fytyrën e Mesias Jeshuas lart, përmbi me që në qiellin e 7 ku ndodhet Ati Jahwe me birin e tij. Shikoja Mesian Jeshuan që qeshte, sepse jemi fëmijë përpara tij, dhe duat që të mësomi që të mos tërhiqemi me çdo erë mësimi, doktrine, të mos jemi më foshnja. Ti të mos jesh më foshnjë, sepse ka shumë manipulime që ka ndodhur në Shqipëri, sepse asnjëri prej tyre nuk afrohet me vllajin për të folur në miqësinë, për të ndërtuar muret e mira. E di pse? Sepse sjell në pa gjendjen e zemrës tonë, vetë ai ligji përsosur që ata kanë hequr, sepse ashtu janë mësuar në ato shkollat, ashtu janë mësuar prej miqësive, në denominacionet e njeriu, që të vllai të tregon mapën e
si lindin nga 300-400 me këshillat e katolik ortodoksë, vrapon ti duke shkuar të mapën me 200 ndarje, që ti nuk do t'jesh pjesë e atyre ndarjeve. Ti nuk je karizmatik, baptist, reformist, i ditës 7, i Jovait, mormon, ti nuk je as katolik, as ortodoks nëse do atin Jahve dhe birin e tia. Ti je ndjekës i Mesias Jashuas në urdhrimet e atit Jahve, në ligjin e tij të përsosur, dhe patur besim tek ati dhe biri i tij. Dhe kjo është kisha e veçuar, ajo mbetja, the remnant, mbetja e orës së fundit, që ati po zgjon shumë mira çdo ditë rreth botës dhe i fuqizon me frymën e shenjtë, sepse këto gjëra që vllai flet, mos ndoshta i bën nga vetja, për të dalë 3 orë, 4 orë, ka ndodhur edhe 5 orë mësime që minimalisht mund të jetë 2 orë dhe 3 orë. Dhe kur dal 2 orë na duket sikur janë 20 minuta, sepse nuk jam mësuar të rri për ato 2 orët. Kush më njeh e di devotshmërinë time, disiplinën time, veçimin tim, hajde ecim bashkë për 1 muaj. Na Shqipëri, hajde ecim me vllajin. Dhe të shikosh veçimin, mos andaj identitetin që duhet të kemi neve. Dhe unë nuk jam i mirë se ty, por kam vendosur para 15 vjetësh të veçohem nga kjo Babiloni. Prandaj ati të merr dhe të çon në qiellin e tretë. Prandaj ati veçon ata që kanë një zemër vërtet të përkushtuar duke ditur çfarë është mëkati dhe luftojnë kundra mëkatit, nuk e shkelim ligjin e tij, nuk e shkelim sabatet e tij, po do ecim në rrugët e tij, siç thoshte motra, lavdijemi të tij në kënga. Ndoshta ta vëmë atë këngë, le ta vëmë atë këngë. Ti do ta dëgjosh, por le ta vëmë atë këngë. Nanas lavdi. Abonote vllai Shpendi Zenki. Merr në zemrën tënde me një email abonohesh, mos andaj dhe e ndjek lavdërimin që vajin që ati ka vendosur tek vllai dhe motra. Ja, kjo është një nga këngët e tija që do ta vëmë live në atë ditë kur ti shikon ekran. Bashkoju, mos qëndro i heshtur, sepse Satani mundohet na mbaj larg. Bashkoju vlla motrë shqiptar, sepse vajtoj për popullin tim dhe do ndodhin shumë gjëra këtë behar në këtë udhëtim, në këto 3 javë të para të qershorit, për lavditje me tempo aty, sepse ndjej praninë tënde. Më falë, vlla motër, se do ta shikosh ti. Okej, fillojmë dhe një herë, të lutem. Se dua që ta shikosh në ekranin tënd. Haleluja. Lavdi për Jezus. Lavdi për Jezus. Qasim të këngëve të tjera. Ta shturim një ishtar një Tiranë në hemër të Jashuas. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të eci në to. Masimi yt është një lamb për këmbët e mia dritë. Është dritë në shtegun ti. Shire vatë, ti më shire dhe na falë vatë, nga palishmëria jonë vatë, ti më arruar profetët, ti më arruar ligjin tënë vatë, që ti e vendose për jetët, ti më shire vatë, këte zemrat tona vatë, në largon nga paudhësia, në largon nga palishmëria vatë, për të ecur në rrugët tënde, të ecur në shabatet tënde, për të ecur në festat tënde, si biri jo të ecur në emër të Jashuas o vatë. Rini gjenerato atë që do të veçuar nga palishmëria, që të luftojë bishën e Romës në emër të Jashuas për shpirtrat e humbur. Vetëm ty do të adhuroj për
shpirti im është në dorën tënde. Frikë mbi ne, mbi zemrat e përulur, mbi zemrat e udhëhequra, në ditën e Pentakostit, në ditën e Shavuotit, në festën tënde, në rinovimin e festivities tënde. Unë drejt në rrugët e tua, duke mbajtur festat dhe shabatet e tua, gjithmonë mirën jos. Për birin tënd që u ngrit dhe është gjallë, ai është rruga e vërteta dhe jeta. Ti më udhëheq në shtigjet e drejtësisë për hir të emrit tënd. Do atë Pos gjonë, zemrat e ngjita dhe njerë. Nuk ka pra Kristu besimin që bën Abrahami në ha. Alinë me Mesia nga Shua në ha. Është një gëzim i madh vëlla motë. Merr pjesë në atë ditë. Se nuk ka rëndësi, mund të jenë 2, 3, do buqasi mikrofoni për lavdi të emrit të Atit Jahve. Do buqasin atë ditë. Që të mirë pajisemi, lavdi emrit të tia, të mirë pajisemi, është dhoma e vajzës time, mos u shqetëso vëlla motër. Është qenë vetëm një ndërrim temporan i nuk ku zakonisht dal nga në dhomën, mos andaj në salonin ku është kraun tjetër, lavdi emrit të Atit Jahve dhe birit të tij Yeshua Mesias. Prandaj bashkoju dhe mos vono sepse unë e di që ka shumë vojtje, ka shumë gjëra që po përjeton, por kërkohet zemra tonë, zemra e përulur, që ati dëshiron të mësoj rrugët e tij, do Psalmi 25, vetëm zemrave të përulur që në atë ditë mund të mbrohen, do Sefania 2, që mund të mbrohen nga zemrimi i Atit Jahve. Filloj që sot, kontakto vllajën, këtu jam për të ndihmuar, për të drejtuar. Mos e ler që ligu të shtrembërojë, mos andaj fjalët që vllai thotë, sepse gënjeshtrat janë marrë më përpara. Kemi marrë të tërë, mua përfshirë. Por vjen një moment që kupton që dale, sepse askush nuk të ka thënë në parën e Gjoni 3:4 që mëkati është shkelja e ligjit. Dhe neve duhet të bazohemi në përkufizimet biblike, të koncepteve, të temave, të fjalëve të caktuara. Dhe jo nuk bazohesh në personat. Jo të marrësh këshillën e të pabesve, po të meditosh ku? Ligjit i ditën natë, thot Psalmi 1, për të qenë i frutshëm në jetën tënde. Kjo është frutshmëria jonë për të ngrënë të tjerët. Nga ato frute që ti do prodhosh, sjellja ka fjalën, sjellja jote, identiteti tënd, karakteri tënd. Bashkoju në Tiranë në atë ditë. Bashkoju, nëse je në Tiranë apo përreth apo ke nevojë për transport, kontakto me vllajën. Do t'i sigurojmë të tëra për mbretërinë e tij, vllai bën gjithçka. Për mbretërinë e tij, ati ti më di. Kam shkuar me orë të tëra dhe duke kaluar përtej Shqipërisë. Dhe pa gjumën ndonjëherë, gjë që nuk të ta bënin, por kur ke dashuri të madhe, të sinqertë për disa persona e bën, por lutemi që të zgjohen dhe të mos shikojmë interesat tona, sepse kështu thot Filipianëve më thëndaj që sikush shikon interesin e vet dhe jo atë të Mesias. Gjithsesi, ke një zemër, bashkoju për atë ditë, për të marrë vullosjen e frymës shenjtë, rizimin e vërtetë, dhe mas andaj çlirimin tënd, fuqizimin tënd sipas hirit të tij, lavdi emrit të tij. Ndërkohë mund të abonohesh në kanalin tonë, në shërbesën tonë, Zeri Mesias, mjafton ta klikosh në YouTube, mund ta shkruash Zeri Mesias dhe mas andaj abonohu
me një email mund të hapësh, pasandaj abonohesh në kanalin tonë dhe ti do kesh kanalin personal, që duke shkuar në këto 3 pikat, masandaj kur të dalin në ligësitë e kësaj Babilonia, apo video jo të mira, apo epshet, apo gjëra të tilla, ti e klikon këtë dhe thua non mi interesa, nuk më intereson, not interested, dhe them në gjuhë të ndryshme, nuk më intereson. Edhe masandaj YouTube nuk t'i jep video të tilla, masandaj në atë faqen e parë home që quhet kur ti hap aplikacionin në telefon. Lavdi emrit të tij. Okej, i konsumuam ato gjëra. Tani le të konsumojmë shkrimin. Thamë një moment, thamë që okej, në Luka 10. Ndodhi që ndërsa apodhi tonin Jashua, në këtë rast Mesia, emri i tij vërtetë, që do thot Ati Jahwe, në këtë rast 3 shkronjat e para, Ati Jahwe, që na shpëtoi, Shua do thot shpëtim, lavdije. Zoja që ti e thua emrin e tij, do thot që Ati Jahwe më çliroi, më shpëtoi nga rrjedha e kësaj bote, më çliroi nga prangat që më mbanin peng. Efezianë 2, ishin pa shpresë, pa Elohim, pa Zot në këtë botë. Ati Jahwe më çlirovi. Këtë ka domethënien emri i Mesias Jeshuas. Mesia do thot i vajosuri, thjesht i vajosur, nuk është mbi emri i tij. Unë e di që shumë prej njerëzve thonë Jeshua, nuk është emri i tij në atë mënyrë, sepse Jeshua ishin dhe po ta shikosh në Zekaria ndoshta 10 apo 12 ishin persona të tjerë që kishin atë emër. Dhe atribuohet masandaj dhe jepet dhe Jehoshuas, që ishte ai mbas Mojsiu që kalovi masandaj, që luftovi në Jeriko, që urrëzuan muret e Jerikos. Por ati nuk jep një emër që ka qenë më përpara, sepse emri i birit të tij është i veçantë, dhe prandaj thotë që masandaj është emri, autoriteti i Atit Jahwe mbi birin e tij, që ja ka dhënë plotësisht birit të tij. Atëherë, ndodhi që ndërsa po udhëtonin, tani Jashua hyri në një fshat dhe një grua që kishte emrin Miriam, ti e ke Maria, nuk është, le të përmendim emrat e vërtetë që ka shkrimi, sepse kemi kontekstin dhe identitetin të një beslidhje që Ati beri me popullin e tij të veçuar, me 12 fiset e Izraelit. Dhe nuk kemi pjesë me sjelljen e disa shkollave fariseke apo kabalan, misticizmin, që janë magjitë që janë të përfshira brenda duke ndotur urdhrimet e Atit Jahwe, dhe nuk kemi pjesë me ato gjëra në Izrael nga sjellja e një personi. Kemi të bëjmë me Atin Jahwe, me birin e tij dhe me ligjin e tij. Këto tre gjëra ke të bësh në jetën tënde. Atëherë Mesia Jashua hyri në shtëpinë e kësaj Miriam, në shtëpinë e saj, dhe ajo kishte një motër që quhej Miriam. Tani ishin të dyja kishin emrin, mos gaboj, të dyja kishin emrin në atë mos ndoshta unë kam marrë. Jo, më fal, Miriam dhe Marta. Marta e kam gabuar unë. Marta e priti në shtëpinë e vet. Ja, më fal, të lutem. Pas kam kur po bëja emrat, masandaj kam vënë në atë mënyrë. Ajo kishte një motër që okej. Marta është këtu, ja, pastaj Miriam. Marta e priti në shtëpinë e vet dhe Miriam, që ishte motra e saj, ul të këmbët e Jashuas dhe dëgjonte çfarë? Fjalën e tij. Ajo ul të këmbët e tij dhe pastaj shkrimi thotë që por Marta ishte krejt e zënë nga punët e shumta. Dhe ju afrua dhe i tha, Zot, tha në këtë rast rabaj apo zotëri në këtë rast për Mesian, mjeshtër është një titull nderi. A nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej? I thuaj pra të më ndihmoje. Por Jashua duke përgjigjur i tha, Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra. Por vetëm një gjë është e nevojshme. Një gjë është e nevojshme në jetën tonë. Dhe Miriam thot, zgjodhi pjesën më të mirë që asaj nuk do t'i hiqet.
cili ishte pjesa më e mirë që Miriam kishte zgjedhur? Ja ku është pjesa e mirë që ajo zgjodhi. Vendin e mirë që ajo zgjodhi. Ndërkohë, Marta ishte zënë me shumë punë, dalet të kafenë, shko në dyqan, merre bli atje, merre që kafe, po s'kemi sheqer, po dalet se duhet, zjarin këtu do ta bëjmë. Ku janë gjëra? E zënë me shumë gjëra. Ndërkohë, Mesia në këtë rast nuk kishte nevojë për ato gjëra fillimisht. Kishte nevojë që personat të dëgjonin fjalën e tij, lajmin e mirë të mbretërisë, udhërimet e Atit që ishin lënë minjane në popullin e Izraelit, që vuante nga drejtuesit që ishin të korruptuar, të vetë zgjedhur në tempull në atë kohë. Por Mesia kishte shërbesën e tij, kishte zyrën e tij, kishte detyrën e tij, thirrjen e tij që kishte ardhur, ishte paracaktuar për këtë shërbesë dhe shkonte në fshat, në qytet dhe miqësonte në për zemrat e përullura. Por Marta, siç pam pak më përpara, ishte krejt e zënë nga punët e shumta. Vëlla motër shqiptar, kur je i zënë me shumë punë, le mënjanë Zotin Jeshua. E le mënjanë leximin e shkrimit. Do s'do je i zënë, ta merr kohën. Gjërat neve duhet i bëjmë, kemi përgjegjësi familjare, janë familjar vet, por kemi detyrat tona prindërore apo detyrat që përkasin familjes, punën dhe të gjitha gjërat që na kërkohet, por mos haro fjalën, ligjin e përsosur, urdhërimet e Atit që kështu ti nuk mëkaton dhe mëson, masandaj ke detyrën, për shembull motër, të mësosh vajzave tënde, apo për vëllezërit që janë në beslidhje në Mesian Jeshuan, do të mësojnë urdhrimet e atij ligjit, gruas dhe fëmijëve, sepse kemi zyrën që Mesia Jeshua na ka dhënë në shtëpitë tona. Në qoftë se ta lejon ambientin, në qoftë se partneri tënd është me zemër ndaj urdhrimeve, ndaj mbretërisë, ka hyrë në beslidhje, ku ka ndaluar së shkelur ligjin dhe masandaj reflekton në pagëzimin e vërtetë për të marrë dhuratën e frymëshënjtë. Prandaj unë hasem me shumë situata dhe njëra nga gjërat që një person vuan në jetën e tij është sepse një zihet me shumë punë të tjera, zihet me shumë kënaqësi të tjera, zihet me shumë prioritete që nuk duhet jenë në jetën e tij. Prandaj dhe motra ti në këtë rast kur fton tani në miqësinë tonë këtuja, sepse tani personat janë të zënë me punë të tjera. Që gjë që neve duhet të qëndrojmë në këmbët e Jeshua Mesia, secili prej nesh, dhe të dëgjojmë çfarë ai ka folur. Ndërkohë dhe disa në këtë rast ju afruan dhe i thanë nëna jote, kishte fjalën për Miriam, nënën e Mesias Jeshuas, dhe vëllezërit e tij të gjakut, që pati mbas lindjes së Mesias, ata janë jashtë, duan të shohin. Por ai duke përgjigjur, nëna ime, vëllezërit e mi janë kush janë delet e mia? Ata që dëgjojnë fjalën e Zotit dhe e vënë në praktikë. Fjala këtu është ligji përsosur i Atit, sepse Mesia nuk është ringjallur akoma. Me këtë fjalë, me ligjin, me urdhrimet që na inkurajon masandaj në Mateu 4:4, që citon ligjin e për 33, na inkurajon që duhet të rrojmë me çdo urdhërim, fjalën, ligjin e Atit. Kështu neve nuk mëkatojmë, sepse ai na la një shembull vetë duke e zbatuar ligjin e përsosur të Atit Jahwe dhe kështu ai nuk mëkatoi. Prandaj jepen shumë përgjigje, masandaj që personat të vinë në të vërtetën, që të kenë një rrugë, masandaj panjolla, një rrugë panjolla, se po patëm njolla, masandaj hynë, si thot vetë, mëtej masandaj shkrimi që vinë disa mallkime, masandaj që ati nuk do, sepse ka vendosur që në fillim që zgjidh për të qenë panjollën, bekimet apo mallkimet, jetën apo vdekjen. Tani, duke dëgjuar ligjin dhe zbatuar, masandaj, duke ecur në ligjin e Jahwe, jemi panjollë. Tani, Mesia Jeshua ishte panjollë, ti du ta kuptosh, ti du ta kesh asimiluar, si thotë edhe Pietri para Pietrit 1, e para Pietrit
një mos gaboj, po në parapjetrit të një vargu 19, ja, po e shikojmë së bashku, ja një moment sa ta nxjerrë dhe atë të parën e Pjetrit, dhe masandaj do vazhdojmë më tej, por e para Pjetrit për të sjell kontekstin, harmoninë, interpretimin vargje me vargje, por nuk bëhet interpretimi sepse nga interpretime vetjake masandaj jo kështu është, sepse neve jemi të para programuar që masandaj flasim gjëra që nuk i kemi kërkuar, nuk duhet jetë kështu, por për fat të keq janë shumë dalje, masandaj apo citime, deklarime pa baza dhe tani ti më njëherë po të shikosh fjalët kyçe, për shembull, okay, shikojmë një nga fjalët kyçe që mund të shikosh është për të qenë panjolla pa të meta, atë që neve po prekim në ekran. E para Pjetrit 1, vargu 18, më fal, 18 deri në 20. Okej. Këtu është 18, okej. Dhe po i flet 12 fiseve të Izraelit. Me njëherë ti shikon kontekstin, Pjetri po i fliste 12 fiseve të Izraelit që ishin në Kapadoki, në Bitini, Galatasve, masandaj që është lidhur prap konteksti me veprat 15 për të qenë në lajmin e mirë të mbretërisë, duke ndaluar së shkelur ligjin dhe besuar tek Mesia Jashua dhe në asnjë lloj mënyre tjetër nuk mund të hysh në beslidhje, jo me urdhërimet të Atit, jo me rrethprerje, nuk hyn në beslidhje, por rrethprerja është shenja e beslidhjes për besimin që ti ke, që është shpresë, siç thotë Romakëve 4, Abrahami mori shenjën, vulën e besimit që ai pati për besimin që kishte, lavdjatit. Tani, ti shikon për të qenë në një rrugë panjollë, ne duhet të ecim me ligjin e Atit Jahve. Okej, një rrugë panjollë. Po të shikosh që qingji Mesia Jashua ishte pa të metë dhe panjollë. Si ndodhi me te? Çfarë eci ai, vëlla motër? Eci me ligjin e Atit Jahve dhe mbrojti. Tani përse për neve qenë ka diçka ndryshe? A nuk duhet të ketë prioritet në zemrën tënde që të zbatosh ligjin e Tij që fillon me sabatin, fillon me festat biblike, Levitiku 23, fillon masandaj në 4 gjërat e nevojshme që flet veprat 15 fillimisht që duhet të mbajmë, të heqim tutje masandaj flimet e idhujve. Dhe flimit e idhujve, jo sepse ti ke një altar, megjithëse ka altar në Shqipëri që flijojnë realisht idhujve dhe bëjnë sakrificat e tyre për magjitë e tyre, por do t'i adresojmë këtë behar dhe ato gjëra. Do t'i adresojmë sepse më duhet vaj që të zbresin atë takim, që t'jemi me muzikën e duhur, me stimulimin dhe hapjen e zemrës, që në këtë rast disa muzika të mira, disa muzika për betejën frymërore na duan, do t'i adresojmë. Si ato hedhjet masandaj e hirit në liçen e Tiranës që vinin nga Franca masandaj me ato shfaqjet magjike që normal futeshin, vazhdonte i ligu të fuste në beslidhje dhe në magjepsi persona që shikonin dhe familjet që shikonin atje në liçenin e Tiranës, kur erdhën besoj kur ishte para 2 vjetësh ndoshta, diçka e tillë. Do t'i adresojmë ato gjëra, por qingji që ishte panjollë, pa të metë, eci në ligjin e Atit Jahve. Ti duhet ta kesh në zemrën tënde të njëjtën strukturë, të njëjtën zemër, të njëjtën prioritet. Nuk ka asnjë gjë tjetër. Prioriteti i njeriu, tërësia e njeriu, predikuesi 12 na e thot haprazi. Cila është tërësia e njeriu? Që ne të kemi frikë nga Ati Jahve dhe të zbatojmë urdhrimet e Tij, sepse ai do gjykojë çdo gjë të fshehur të mirë apo të keqe, thot. Vargu 13-14. Çdo gjë të mirë, thot, apo të keqe. Për të mirën do ta gjykojë masandaj për të marrë shpërblimin, siç thot Mesia Jashua. Do kalojmë testin e zjarrit në atë ditë, ato veprat e mira tona për të marrë shpërblimin, për të qenë masandaj në mbretërinë, në autoritet të ndryshëm, siç thot në Mateu 5. Në Mateu 5, le ta shikojmë Mateu 5. Mateu 5, 17 deri në 19.
Okej, Mateo 5. Ja një moment. Prandaj të lutem, shpërndaj këto mësime. Bashkoju vëllezër shqiptar, mos qëndro vetëm, mos qëndro në shtëpi. Unë do lutem në shtëpi vetëm. Unë jam këtu duke, u luta kemi këtë grupin tonë në WhatsApp, në Messenger, këtu po lutemi me gjitha këto gratë. Ati ka vendosur zyrat e kishës, që ti të mirë pajisesh, të mos ecësh ndryshe, sepse po ecëm ndryshe, ecëm me njolla, po ecëm jashtë të ligjit, po e vazhdon të refuzosh ligjin, je me njolla, ati nuk do, sepse të ka vendosur mirësinë me fjalën që troket në zemrën tënde. Gjithsesi, e ta shikojmë. Mateun 5. Mateun 5. Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin. Me njerë Mesia na thotë, mos mendoni, dhe kjo është lajmërimi i parë. Mos mendoni, tani, sa kanë menduar sot, më thuaj ti, vëllamot, sa kanë menduar. Mesia thotë, mos mendoni, mos ju në mendje, mos u gënjeni, mos u të riqni me çdo erë doktrine, se unë, thotë, nuk erdha për të shfuqizuar karakterin e Atit apo profetët, sepse kjo gjë ndodhte me farisejtë që me të ardhur për të folur lajmin e mirë të mbretërisë, harronin ku ishte konteksti dhe beshe fjale për zyrën e kryepriftit të Mesias Jashuas të lartë që ai mori, dhe unë dua të hedh një foto që ndava dhe me misin tonë, ku neve misojmë në Telegram, që ti mund të jesh pjesë, po në qoftë se ke një zemër, unë këtu jam për secilin, merr urtësinë dhe hedh tutje çdo gjë që ka qenë e kaluar, do të harrojmë të kaluarën, i bisedojmë si bashkëdhetar shqiptar që jemi, me çdo vëlla motër, dhe masandaj restaurohen marrëdhëniet që ti të marrësh shpëtimin, por duke qëndruar jashtë beslidhjes. Vëlla motër, kudo që je në veri, në Greqi, në Itali, në Kosovë, në Belgjikë, në Franca, në Spanjë, apo në Amerikë, apo këtu në Kanada, dhe këto vende i citova sepse ju jeni pjesë. Por mund të restaurohen marrëdhëniet. Mund të afrohemi me një zemër të përulur për të thënë që pas kam gabuar, dhe shumë për ju se thatë me gojën tuaj që vëlla nuk i dija këto gjëra. Pastaj, kur themi nuk i dija, por ndodh që mbas një muaj bëjmë të njëjta gjëra dhe më keq shumë herë. Që unë i shikoj, nuk më gëzon, por të afrohem për të thënë që ti sapo e the, që kjo nuk është gjë për ta ndjekur këtë person, apo dola masandaj ndjeve, nuk e di çfarë ndodhi në mendjen, që gjithmonë është mendja masandaj që ndodh, por mund të restaurohet ajo marrëdhënie, sepse po të qëndrove vetë do të haj ujku dhe ha delet në këtë rast që janë vetë. Por po qëndrove në Kopenë ku ka një bari, një mësues që Ati ka vendosur sipas zemrës së tij, që thotë Jeremia, dhe mund ta prekim më vonë, atëherë ti mund të mbrohesh sepse vëllai ka qëndruar që në fillimet për të mbrojtur ty. Por duhet të kemi zemrën, se ligji për 17 flet hapurazi për zyrat në këtë rast që Mesia Jeshua dha pasaj në Efesianët 4.